Pak ditë na ndajnë nga nata e ndërimit të viteve, por qytetarët shqiptar duke se tashmë i kanë të kopësitura planet se ku do t'i festojnë. Brenda dhe jashtë vendit, agjencitë dhe operatorët turistik shprehen se rezervimet janë të konfirmuara në rreth 90%, ndërsa destinacionet e preferuara të shqiptarëve janë të shumta. Nga rajoni në Europë deri te shtëpia e babagjushit në Lapland, këto janë disa nga destinacionet më të preferuara të shqiptarëve për festa. Unë do të preferoja ta kishin fokusin brenda vendit, por vazhdon trendi i udhëtimeve jashtë, kryesisht drejt destinacioneve me emigracionin më të madh, Greqi, Itali, Gjermani, Turqi, shprehet Feriol Dozuni, ekspert i turizmit. Kemi një rritje të numrit të shqiptarëve me rreth 25% që pretendojnë të kalojnë festat jashtë vendit, por ka edhe nga ata që preferojnë vendet e largëta, si Dubai, Maldivet dhe Lapland, shprehet Jetmira Hoxha, eksperte e turizmit. Ndërsa agjencitë turistike gëlojnë nga ofertat, biletat dhe paketat e fundvitit janë më të shtrenjta. Çmimet kanë shënuar rritje deri në 20%, ku për shembull, drejt Europës paketat për person variojnë nga 345 deri në 500 euro. Nga ana tjetër, për ata qytetarë që preferojnë të qëndrojnë brenda vendit, rezervimet janë pothuajse të mbyllura. Kryeqendra këtë vit nuk do të jetë Tirana sipas operatorëve turistik. Kryesisht për fundvit, çdo shqiptar kur mendon të largohet për një fundjavë, drejtohet nga Juglindja. Për festimin e natës së vitit të ri, një rol të madh ka edhe Bregdeti Adriatik. Shpeshherë ka aktivitete jo vetëm me këngë dhe valle, por edhe me të ftuar humorist. Durrësi ndoshta si vjet do t'ja marrë rolin kryesor Tiranës, shton Ozuni. Jo vetëm shqiptarët po zgjedhin Shqipërinë për fundvit, një interes në rritje është vënë re edhe nga turistët e huaj. Fundviti është i ngarkuar, kemi vënë re të huaj që vinë në mënyrë individuale. Shqipëria po preferohet edhe jashtë sezonit, shprehen operatorët turistik. Prenotimet si për brenda ashtu edhe për jashtë vendit sipas agjencive turistike janë të larta edhe për muajin janar, kryesisht drejt destinacioneve me dëbor.